Nga politikan burgaxhi, kështu është ka ta ndisur Partia Socialiste dhe është e çuditshme që në këtë situatë që jemi sot të rikonfirmohet me 83 deputet dhe gjithë aksioni i SPAK-ut, sikur po bëhet pastrimi brenda Partisë Socialiste ose më mirë të korruptuarit të shkojnë përpara drejtësisë, unë e interpretoj ndryshe që atëherë kur zoti Rama lëshon, atëherë SPAK-u vepron dhe do të thotë që e gjithë kjo procedurë që ka ndodhur gjatë gjithë kësaj kohe është thjesht një PR që dhe SPAK-u e bëri tani në fushatën zgjedhore. Është e paimagjinueshme të shikosh prokurorët të bëjnë deklarat publike ku do të shkojnë të bëjnë aksion bashkë me BKH-n, duke thënë që do ikim këtë javë në Elbasan dhe të bëhet publike. Pra, është e paimagjinueshme që personat të cilët janë të ngarkuar nga kushtetuta të zbatojnë ligjin, të bëjnë PR duke informuar grupe të ndryshme dhe çuna të tërhiqen nga aksioni. Që do të thotë çfarë ndikimi ka tek shoqëria shqiptare. Pra, gjithë këto arrestime kanë pasur ndonjë impakt tek shoqëria jonë si qytetar? Jo, absolutisht asnjë impakt. Ju si e shpjegoni asnjë impakt nuk ka. Mungesën e ndikimit. Partia Socialiste merr të njëjtën numër votash si në madje akoma edhe më shumë në mandate, pra 12 mandate më shumë, dhe diçka tjetër që duhet ta analizojmë, partitë e reja, të cilët nuk kanë thënë një fjalë kundër SPAK-ut, kanë një mandat. Pra, kjo shoqëri ka ardhur duke reflektuar që situata politike është edhe në favor dhe në disfavorin e saj, sepse duke parë ne dhe statistikat e SPAK-ut, por edhe aksionin, me thonjë, se unë nuk e besoj, sepse për mua quhen plepa 2. Ne jemi në një kushtetutë të 1976, kur prokurori ishte mbi palët dhe lavazhjerët që janë partitë e reja politike, që marrin sot nga një mandat, do të thotë që kanë dështuar dhe ata. Pra, i mundi Partia Socialiste me kaq shumë skandale që ka pasur në dyert e SPAK-ut. Këtu është problemi. Nuk qëndron problemi a janë të aftë demokratët për të marrë pushtetin apo jo. Problemi qëndron tek opozita në tërësi, a ka qenë aftë për të bindë njerëzit që të shkojnë të votojnë kundër Partisë Socialiste?